Në shtator të vitit 2024, punëtorët teknike të kompanisë Schaeffer-Berger Junior GmbH, Dega në Kosovë, të cilat ofronin shërbime mbështetëse në kuvendin e Kosovës, nisën një grevë brenda hapësirave të këtij institucioni me kërkesën për rritjen e pagave nga 270 në 550 euro. Punëtorët teknike të cilat qëndruan në grevë për 79 ditë nuk ishin të pësuara direkt nga kuvendi i Kosovës, por ishin pjesë e kompanisë Schaeffer-Berger, e cila kishte fituar një kontratë njëburimore me kuvendin e Kosovës për ofrimin e shërbimeve mbështetëse. Kjo analizë shërton procesin që çoi të nënshkrimit të kësaj kontrate njëburimore, shkeljet e identifikuara në procesin e prokurimit dhe kontratat e lidhura mes kuvendit dhe kësaj kompanisë. Në vitin 2023, kuvendi i Kosovës, i cili si institucion publik kontrakton shërbimet e pastrimit përmes kontratave publike, shpërblen me kontratë konsorciumin Schaeffer-Berger Uni Project për shërbime mbështetëse me një kontratë në vlerë 214.000 euro, e cila do të zgjasë deri në 30 plot 2024. Për vitin 2024, kuvendi planifikoi nisjen e procedurës së re të prokurimit me datën 22 janar, që në mënyrë që të kishte kohë rreth 4 muaj të nënshkrimit kontratës së re, e cila përfundonte me datën 30 prill 2024. Megjithatë, kuvendi u vonua në iniciimin e kësaj procedure dhe inicoi këtë procedurë tek me datën 20 mars 2024, duke caktuar fatë e fundit për dorëzimin e ofertave në procesin e ri pra të nderimit, pikërisht datën kur përfundonte kontrata e vitit 2023. Kjo vonesë 2 mujore në procedurën e re të kuvendit të Kosovës garantoi se kuvendi i Kosovës do të mbeste pa shërbime mbështetëse, pasi kontrata e re nuk mund të ndryshojë në ditën e fundit të dorëzimit të ofertave. Pra kuvendi krijoi një situatë ku do të mbetej pa kontratë. Përveç vonesës, kuvendi bëri edhe një gabim në hartimin e dosjes së të nderit, duke përfshirë shërbime të ndryshme heterogjene brenda një kontrate të vetme. Në lidhje me këtë, pas monitorimit të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik, i cili rekomandoi anulimin e kësaj kontrate, kuvendi anuloi në përgjithësi këtë aktivitet e prokurimit. Në një situatë kur procedura e hapur u vonua për më shumë se 2 muaj, deri në inicim e pas ajo anuluan në tërësi për shkak të gabimeve në dosjet të nderit, u krijua një situatë emergjente në të cilën kuvendi u thirr duke u referuar në 35 të ligjit të prokurimit publik, duke thënë se ndërtesa kuvendi nuk mund të mbestej pa asnjë ditë pa shërbime mbështetëse, ndaj në këtë mënyrë inicoi procedurën e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, duke lidhur një kontratë me kompaninë Schaeffer-Berger, me të cilën nënshkroi kontratë për 6 muaj për mirëmbajtje higjienike në vlerë 65.000 euro. Ky veprim jo vetëm që kufizoi konkurrencën e lirë, por edhe favorizoi në mënyrë të drejtë për drejtë këtë kompani, pasi asnjë operator ekonomik nuk mund të marrte pjesë në këtë procedurë të prokurimit. 4 muaj pas nënshkrimit të kontratës njëburimore mes kuvendit të Kosovës dhe kompanisë Schaeffer-Berger Dega në Kosovë, punëtorët teknike të cilat ofronin shërbime mbështetëse brenda hapësirave të kuvendit, hynë në një grevë duke kërkuar rritjen e pagës. Gjatë kohës së grevës, e cila zgjati për rreth 79 ditë, kuvendi insistonte se mbajti një qendrim neutral ndaj kërkesave të punëtorëve, duke insistuar se si autoritet kontraktues kuvendi ishte vetëm pranuesi shërbime të ofruar nga operatori ekonomik, por nuk mund të ndërhynte në marrëdhëniet e punës mes kompanisë dhe punëtorëve, si dhe nuk ishte të drejtë të ndërhynte në përcjelljen e stafit apo në kushtet e punës. Megjithatë, përveç administrimit të procedurave të prokurimit publik, kuvendi kishte rol aktiv edhe në përcaktimin e pagave në kontratat e mirëmbajtjes. Kështu, në vitin 2023, në kontratën e nënshkruar mes kuvendit të Kosovës dhe kompanisë Schaeffer-Berger Junior GmbH Dega në Kosovë, si dhe Uni Project UP, kuvendi i Kosovës kishte përcaktuar në dosjen e tenderit pagën minimale bruto për stafin e mirëmbajtjes higjienike, e cila ishte 300 euro. Po ashtu edhe në kontratën nënshkruar në vitin 2022, kuvendi kishte përcaktuar pagën minimale bruto në vlerë 280 euro për të njëjtin staf. Këto 2 kontrata dëshmojnë se kuvendi kishte diskrecion në përcaktimin e nivelit të pagës minimale në kontratat për sigurimin e shërbimeve mbështetëse. Në kontrast me këto 2 raste, në kontratën e nënshkruar në vitin 2024, pra kontratën njëburimore të nënshkruar me kompaninë Schaeffer-Berger, gjatë së cilës ndodhi edhe greva e punëtorëve teknike, kuvendi nuk kishte përcaktuar një nivel të pagave minimale as në dosjet e tenderit dhe as në kontratë. Argumenti se çështja e pagave ishte ekskluzivisht përgjegjësia e kompanisë bien tash me praktikën e mëparshme të këtij institucioni, i cila dëshmohet përmes kontratës të vitit 2023 dhe 2024. Përveç pagës minimale, kuvendi në vazhdimsi ka përcaktonte edhe kushtet e orarit të punës, kompenzimit financiar të punëtorëve. Në dosjen e tenderit për kontratën gjatë së cilës ndodhi greva, kuvendi kishte përcaktuar se nuk do të kishte kompenzim shtesë për punën pas orarit apo gjatë fundjavës.
Pashtu në këtë dokument parashikoi edhe organizimi kujdestarisë 24 orë, 7 ditë në javë pa ndonjë kompenzim shtesë për asnjë nga punëtorët e kompanisë. Edhe në dosjen e tenderit të vitit 2023 për shërbimin mbështetëse, e cila ishte lidhur me kompaninë e njëjtë, ishte përcaktuar se edhe nëse kërkoi nga punëtorët të punonin jashtë orarit të punës apo gjatë fundjavëve, nuk do të kishte kompenzim shtesë financiare. Kjo bie ndësh me ligjin e punës, i cili parasheh pagesa shtesë për punën jashtë orarit, punën gjatë fundjavëve dhe ditave të festave. Duke përcaktuar në dokumentacionin e tenderit se asnjë punëtor e kompanisë nuk do të merrte pagesa shtesë për punën jashtë orarit, kuvendi krijonte një bazë që mundson të shkeljen e të drejtave të punëtorëve nga kompania kontraktuar. Situata me grevën e punëtorëve, pra e cila zgjati 79 ditë, u zgjidh në nëntor të vitit 2024, kur kuvendi nëshoi edhe një kontratë një burimore me të njëjtën kompani. Megjithatë, në këtë kontratë kuvendi përcaktoi një nivel pagë minimale bruto në shumën 450 euro. Edhe në këtë kontratë kuvendi përfshiu një klauzulë sipas së cilës puna jashtë orarit ose gjatë fundjavave nuk do të kompenzohet financiarisht. Që nga viti 2018, kuvendi i Kosovës ka nëshuar 9 kontrata për shërbime mbështetëse me kompaninë Schaffberger Junior GmbH Dega në Kosovë, ka të cilat 6 janë kontrata një burimore.